Një çështje tjetër që prapë ka të bëjë me ligjshmërinë, por nuk ka të bëjë me ligjshmërinë e Këshillit Prokuroral të Kosovës, por më qenë se është aktuale, më intereson me ngrit edhe me ju. Zotëri Shala, keni pasur edhe një reagim publik ku u hapën dilema në lidhje me votimin në diasporë, ku KQZ-ja lejoj që të votohet pra edhe jashtë përfaqësive diplomatike, pra ku mund të merren edhe vendet e tjera si hapësira ku mund të votojnë mërgata shqiptare. Për këtë votuan në KQZ disa antarë, por ajo që ra në sy ishte edhe vota e kryetarit në këtë rast të KQZ-s, zotërit Kreshnik Radonici. Çu keni pa këtë me qenë si keni bërë reagim publik? Në reagimin e së shtunës të publikuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi, treguam qartë se në rastin konkret kemi të bëjmë me një vendim të kundërligjshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që rrezikon integritetin e zgjedhjeve të cilat tash qendrore që do të bëhen me 28 dhjetor. Vendimi kundërligjshëm i cili u konstatu sepse u rrëzuar nga PZAP. Definitivisht se po. Dhe gjitha gjetjet e publikuara nga Instituti i Kosovës për drejtësi më pastaj u konfirmuan edhe në vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa. Për çfarë bëhet fjalë? Pse, a mundi më shpjegu për shkak se po interpretohet që jo po të cenohet e drejta për të votuar mërgata, ka qëllime nga një parti, nga çka është kjo, çka i vjen kjo, çka thot ligji? Secili person që ka shtetësinë e Republikës së Kosovës i takon e drejta e votës dhe askush nuk është kundër mërgatës dhe për më tepër është shumë e rëndësishme për demokracinë që të kemi numër sa më të madh të votuesve dhe ligji për zgjedhjet e përgjithshme është miratuar gjatë kësaj qeverie, gjatë kohës kur kjo qeveri tani në detyrë ka pasur shumicën e nevojshme në vendin e Republikës së Kosovës dhe e ka përcaktuar në këtë mënyrë. Se e ka përcaktuar? E ka përcaktuar që votimi, krahas mënyrave të tjera, vendvotim në vendet jashtë Kosovës hapet në përfaqësi diplomatike. Dhe përfaqësi diplomatike adaptohen si qendra të votimit. Dhe ligji është i prerë në këtë çështje. A janë ambasadat dhe konsulatat? Janë ambasadat dhe konsulatat. Cili ishte qëndrimi tyre prej atë sa mundemshim me po nga mbledhjet e KQZ-s, ishte se gjoja nëse kontraktohet një hapësirë e caktuar nga ambasada apo konsulata, atëherë i bie se ajo është ambasada apo konsulat, që nuk është. Nuk mundet të thotë sot një ambasadë në Kosovë, nëse e merr me qiron një objekt të caktuar, ai objekt nuk bëhet ambasadë. Do thotë ka rregulla strikte dhe të qarta, për ma tepër. Edhe ligji e njeh që thotë nëse te kalohet numri i votuesve se sa ka kapacitet një ambasadë apo një konsullat, atëherë votuesit udhëzohen që të votojnë në forma të tjera. Por në asnjë rrethon nuk guxon të dilet nga ambasada apo konsullata për shkak se cenon integritetin e zgjedhjeve dhe për më tepër kështu është ligji. Kështu është ligji, kështu është rregulloria. Tash unë e kuptoj, bazuar edhe në vendimet e kaluara se si ka vepruar KQZ, përkundër faktit që gjithë anëtarët e KQZ-s janë thirrur për të zbatuar ligjin dhe rregullat zgjedhore, ata janë të deleguar të partive të tyre dhe e kuptoj që e mbrojnë, do të ndoshta e mbivlerësojnë interesin partijak në raport me ligjshmërinë. Ajo çfarë më ka çuditur në rastin konkret është se në njërin anë kemi një qartësi shumë të madhe ligjore që e konstatoi edhe BSAP, ashtu siç e theksuam në reagimin tonë të së shtunës, por që më habit vota e kryesuesit të Këshillit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotëri Kreshnik Radonici, që votoi pro këtij vendimi përkundër faktit që ligji ishte i qartë. Pse më habit vota e tij? Për shkak se i njëjti është gjyqtar dhe i njëjti nuk është i deleguar nga një parti politike. I njëjti do thotë supozohet që i njeh ligjet, është tërësisht i pavarur, është ai që bën diferencën në mes të anëtarëve tjerë dhe vota e tij pro këtij vendimi haptazi të kundërligjshëm që tentonte ta cenonte integritetin e procesit zgjedhor dhe votuesve të mërgatës, definitivisht se më shqetëson kjo votë. Dhe për më tepër, kjo nuk është
ky nuk ishte vendim pro Mërgotës. Ky ishte vendim që rrezikonte votën e Mërgotës. Për shkak se eventualisht, për shkak të këtyre parregullsive, një subjekt politik në të ardhmen do të mund të ankohej se është organizuar një proces i kundërligjshëm zgjedhor dhe më pastaj të anuloheshin votat e pjesëtarëve të Mërgotës. Sidomos kjo po shihet nga vendimi që e ka marrë Bzap, që e ka vërtetuar që ka qenë vendimi kundërligjshëm i KCZ-s. Po që nga fillimi ka qenë e qartë, Po e ritheksoj, anëtarët e KCZ-s, të cilët nuk e vendosin ligjshmërinë përballë interesit partijak, është diçka tjetër ndonë se ju e drejtë. Mirë po që definitivisht më habi do të thotë vota e kryesuesit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili nuk është i deleguar nga një parti politike dhe që supozohet që është personi më profesionist brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe për këtë arsye është përcaktuar edhe kjo mënyrë e zgjedhjes së kryesuesit nga presidenti, që thotë gjyqtar nga Gjykata Supreme apo gjyqtar nga me jurisdikcion apeli, që në rastin konkret i bie jurisdikcion i gjykatës së apelit, dhe që të kalohen ligje, vendime të cilat janë haptazi në kundërshtim me ligjin, definitivisht është për mua është të paktën e çuditshme.